a kanë funksionuar dhe a janë pritur mirë nga institucionet, ngritja e tyre dhe bashkëpunimi apo kontributi shoqërisë civile? Ju keni qenë pjesë e drejtuesit tyre në disa prej tyre, dhe do thosha panorama është e ndryshme, ka institucione cilat janë vërtet aktive dhe përpiqen që ta ndërtojnë realisht të partneritet, dhe sigurisht që ka dhe institucione që strukturat janë me një qasje më formale në zbatimin e platformës, kryesisht duke munduar të bëjnë atë minimumin e domosdoshëm, po themi. Por e rëndësishme është që tashmë ka një platformë e cila vjen si vullnet i ekzekutivit, pra tregon një vullnet të qartë që ne duam të dëgjojmë zërin e grupeve të interesit, sepse aty përfshihen jo vetëm shoqëria civile organizata, po dhe biznesi, sindikatat, pushteti vendor, gjithashtu në akademia. Duam të dëgjojmë, duam t'i përfshim në proces të integrimit europian, dhe kjo është shumë e rëndësishme. Më pas zbatimi varion, ka tryeza cilat janë aktive, vazhdimisht realizojnë takime, diskutojnë projekt ligje, strategji të rëndësishme, të cilat e bëjnë më të përfshirë të gjithë sektorin e organizatave të shoqërisë civile dhe grupeve të interesit, sepse ky është partneriteti i cili kërkon kohën e vet. Nuk mundet të pretendosh, sepse ka dhe ankesa nga institucionet që organizata ndryshme nuk janë të afta të japin rekomandime që i shërbejnë atyre për përmirësimin e një drafti ligjor apo një strategjie. Apo janë të një niveli jo të mjaftueshëm, pra që të konkretisht të japin sugjerime se si mund të ndryshohen. Dhe ne shpesh jemi përpjekur për të trajtuar këtë çështje që si çështje e mungesës dhe të besimit. Nuk mundet që të krijosh një partneritet dhe të funksionojë që ditën e parë. Pra partneriteti kërkon angazhim nga të dy krahët, është një marrëdhënie që krijohet dhe do kohën e vet, sepse ne vazhdimisht kemi parë se organizata shoqërisë civile, tryeza ndryshme nga institucione ndryshme që janë një aktivitet ad hoc. Do prezantohet një nisëm dhe le të bëjmë një tryezë, thrasim dhe median dhe kaq është. Nuk ka asnjë feedback më pas, çfarë bëhet me këtë iniciativë, nëse u miratua cilët do t'jetë e radhës, apo si të monitorohet, jo, mjafton për një shot vetëm. Dhe kjo e ka bërë që dhe grupet e interesit jenë skeptik në angazhime tilla, sepse e shohin që shpesh nuk kontributi tyre, investimi tyre në kohë dhe në burime njerëzore, nuk përkthehet me ndryshime, pra me qasjen pozitive ndaj këtyre rekomandimeve, minimumit kthimit i përgjigje që rekomandimi juaj nuk u pranua për këtë arsye. Situata ka ndryshuar, është më pozitive, institucionet janë më të hapura, ka po ashtu dhe i platformë konsultimi online, që përmendim pak më parë si da në lidhje me çdo projekt ligj që është detyrim, pra jo çdo projekt akt, por ligjet janë të detyrueshme, ato që propozohen nga ekzekutivi, për 30 ditë janë të hapura për komente, sugjerime nga aktorë të ndryshëm, dhe më pas to reflekton në një relacion, cilat u adresuan, cilat jo, dhe ky relacion po ashtu shkon në kuvend. Pra, dhe gjatë miratimit në përkomisione, seancë plenare, shihet se çfarë kontributi kanë dhënë, apo çfarë shqetësimesh kanë ngritur grupet e ndryshme të interesit. Kështu që do thosha, situata është komplekse, ka vende tryeza ku duket që ka një trend pozitiv, gjithnjë më shumë përfshirë dhe me krijimin e besimit akoma më shumë zgjerohet rrethi aktorëve të përfshirë, dhe ka tryeza që nuk janë ende aq aktive. Do ta lidhja pak edhe me rendin e hapjes grup kapitujve, për shembull kemi janë shumë aktive tryezat në grup kapitullin e parë, 23-24, Ministria e Brendshme e Drejtësisë, Prokurimi Publik, po ashtu, statistikat, dhe janë më pak ato grupimet e tjera, cilat ndoshta presin dhe këtë presionin që do të vijë nga hapja e kapitujve për të qenë më aktiv, për të thithur dhe mendimet, opinionet e grupeve të ndryshme të interesit, që më pas pse jo dhe t'i përfshin në dhënien e ekspertizës në ato momente pastaj kur duhet hartuar projekt ligje apo një projekt akt, pra që në fazën fillestare, një angazhim që në fazën fillestare të draftimeve ligjore në ligjore, dhe jo kur akti është i përfunduar, pra ka një draft final dhe aty është dhe më e vështirë, pasi kanë bërë konsultimin ndërinstitucional, është më e vështirë për të sjellë ndryshime nga aktorët jo shtetëror.